Se I ndihesh kryer të lënë? Pyetja që zbuloi një karakter, Lim Hoti dhe fjalia që ndau shtëpinë në dysh, në shtëpinë e Big Brother Kosova, disa biseda kalojnë pa u vënë re. Të tjera, edhe pse të thjeshta në dukje, mbajnë brenda një peshë emocionale që shpërthen më vonë. Kjo ishte pikërisht një nga ato momente, ishte pasdite. Banorët ishin shpërndar nëpër shtëpi, disa duke biseduar, disa duke pushuar. Atmosfera ishte e qetë, por nën sipërfaqe ndiheshin tensionet e ditëve të fundit. Eliona, e ulur përballë Limit, vendosi t'i bëjë një pyetje që nuk ishte rastësore. Ajo e shikoi drejt në sy dhe, me një ton të qetë por të ngarkuar emocionalisht, e pyeti: Lim, si ndihesh kur të lë dikush? Një pyetje, shumë domethënie, kjo nuk ishte një pyetje e zakonshme. Eliona nuk po fliste vetëm për teori. Ajo po fliste për ndarje, refuzim, braktisje, dhimbje emocionale, ishte një pyetje që shumë njerëz e shmangin, sepse prek plagë. Banorët përreth u qetësuan. Disa ndaluan së foluri. Disa të tjerë e kthyen kokën nga Lim, duke pritur përgjigjen. Lim heshti për disa sekonda. Jo nga hutimi, por nga një lloj sigurie e ftohtë, pastaj tha, nuk e di. Si nuk e di? Eliona u step. Pyetja e saj u pasua menjëherë nga reagimi I saj instinktiv, si nuk e din. Ajo priste një histori. Një ndjenjë. Një reflektim. Por Lim, pa ndryshuar ton, pa ngritur zërin, ja ktheu, nuk e di. Se nuk më ka lënë dikush. Dhe pastaj erdhi fjalia që I ngriti të gjithë në këmbë emocionalisht, të gjithë I kam lënë unë. Heshtja çrpasoi, në atë moment, shtëpia u mbulua nga një heshtje e rëndë. Nuk ishte heshtje e sikletshme, por heshtje tronditëse. Fjalët e Limit ranë sigur në ujë të qetë, duke krijuar valë që prekën secilin ndryshe. Disa banorë u pan mes vete. Disa buzëqeshën nervoz. Disa vajza ulën sytë. Sepse kjo fjali nuk ishte thjesht një përgjigje, ishte një deklarat karakteri, Lim, një njeri që nuk është lënë kurrë. Me ato fjalë, Lim e portretizoi veten si një njeri që nuk ka përjetuar refuzim, nuk ka qenë në anën e braktisur, ka pasur gjithmonë kontrollin, por kjo ngriti edhe pyetje të tjera: a është kjo forcë apo mungesë ndjeshmërie? A është mburoj apo krenarie e tepruar, apo një mënyrë për të mos treguar dobësi, sepse të thuash të gjithë I kam lënë unë do të thotë edhe nuk kam përjetuar dhimbjen e lënies, nuk kam mësuar si ndihesh kur humb, ose nuk kam lejuar askënd. Të më prek aq thellë, Eliona, e pa përgatitur për këtë përgjigje, Eliona mbeti për një çast pa fjalë. Pyetja e saj kishte ardhur nga një vend emocional. Ndoshta edhe personal. Por përgjigjja e Limit ishte e prerë, e ftohtë, pa asnjë ndjeshmëri. Ajo u përpoq ta vazhdonte bisedën, po ndonjëherë. Nuk ke ndjer mungesë? Por Lim vetëm ngriti supet lehtë. Ishte e qartë, ai nuk donte të hynte më thellë. Ose ndoshta nuk kishte çfarë të thoshte. Reagimet e banorëve, pas këtij momenti, shtëpia filloi të gumzhinte me mendime të pashprehura. Disa menduan, ky është I fortë, nuk lejon askënd ta lëndoj. Të tjerë, ky s'di çfarë është ndjenja. Disa vajza e pan këtë si sinjal alarmi. Sepse një njeri që nuk di si ndihesh kur të lënë, mund të mos kuptoj as dhimbjen që shkakton kur lë të tjerët. Një pasqyrë e situatave të fundit, fjalët e Limit morën një kuptim edhe më të madh kur u lidhen me sjelljet e tij, indiferenca ndaj Albës, distanca emocionale, ironia, mungesa e reagimit, gjithçka filloi të lidhej. Ai nuk po sillej kështu rastësisht. Ai thjesht ishte mësuar të jetë ai që largohet, jo ai që përjeton humbjen, një forcë që mund të rikthehet në dobësi. Në Big Brother, publiku dhe banorët nuk shohin vetëm veprime, por emocione. Dhe kjo deklaratë e Limit mund të interpretohet në dy mënyra, si një shenjë force dhe vetkontrolli, ose si një shenjë ftohtësie dhe mungese empatie, dhe shpesh, ajo që në fillim duket forcë, më vonë kthehet në dobësi. Përfundim, pyetja e Elionës, si ndihesh kur të lë dikush? Dhe përgjigjja e Limit, nuk e di. Nuk më ka lënë dikush. Të gjithë I kam lënë unë. Do të mbetet një nga momentet më të forta psikologjikisht në Big Brother Kosova, sepse ajo fjali zbuloi karakter, shpjegoi sjellje dhe hapi një debat të heshtur për ndjenjat, fuqinë dhe braktisjen. Në një shtëpi ku të gjithë kërkojnë të mos lëndohen, Lim tregoi se ai ka zgjedhur gjithmonë të jetë ai që largohet.